Jo, nuk kam. Janë mundësi të cilat janë përmend disa herë, më thonë, zgjidhja e një bashkëpunimi mes shqiptarëve dhe të maqedonëve sigurisht do ishte një parlament didhomësh, sepse forma tjera të modeleve të demokracisë kanë përshtypjen se kanë qenë improvizuese, nuk e kanë dhënë atë qëllimin deri në fund dhe mendoj se zgjidhja do ishte pikërisht një parlament didhomësh. Do i kishim na deputetët tonë, ata të vetët, do kishte një bashkëpunim tjetër, buxhetet do ishin të ndara, sepse ne derdhim shumë mjete në buxhetin e shtetit Maqedonisë. Janë miliona euro që vinë nga grupeqarët tonë. Dhe ne me parat e pjesës e tetovarëve shtrohen në rrugë në Maqedoni Lindore në Strumic. Të nuk ka nevojë për shembull të delegohen mjetet tona në ato vende. Thjesht janë pjesë përqindjes që neve na takon t'i marrim, që ne nuk i marrim. Janë përqindje shumë të ulta, si në projekte të mëdha si rrugëve ose infrastruktura tjera, i marrim me përqindje shumë të vogla. Unë mendoj, zoti Guri edhe i nderuar profesor Arlindi, mendoj që me shumë dinakëri që në kohën e Titos është vjedhur ky identiteti shqiptar i Maqedonasve, zoti Guri, edhe te libri Mërkur Buas e ke shqiptarët e mi, thot ai, maqedonësit e mi e kanë fjalën këtu për shqiptarët, thot ai, Mërkur Bua. Që do të thot, maqedonësit e vërtet të vjetër kanë qenë veç se shqiptarët. Madje unë kam parë dhe aty të ju që thot, jam maqedon, po flas shqip se këtë gjuhë kam. Këtë gjuhë. Pra, në një farmase, do të thënë, një pjesë shumë e madhe e atyre që e quajnë veten Maqedon aty, flasin shqip, duke vërtetuar atë që gjuha e tyre dhe identiteti e tyre ka qenë shqiptar. Po si me thënë kosovar më burr, jam kosovar që nën kupton që jam shqiptar. Po dhe këtu, jam Maqedon, duhet të nën kuptoj historikisht që je shqiptar. E thot ai Mërkur Bua, maqedonësit e mi e kanë fjalën këtu për shqiptarët, thot. Si të themi labët e mi e kanë fjalën për shqiptarët. Por, është vjedhur me shumë dinakri kjo. Ne jemi maqedonës këtu, ne që flasim slavisht, dhe ju nuk jeni maqedonës, ju jeni shqiptar. Po në pasaportën e tyre u shënoka Maqedon, do thënë ju s'keni fare në pasaport nacionaliteti shqiptar, kombësia shqiptare, nuk e keni fare. Ka pas një ministër drejtësie që po përmendja është një miku im Krenar Lloga, i cili ka ngrit këtë iniciativën që të përdoret kombësia në dokumentet e identifikimit. Dhe në një bisedë kështu shkurtër i kam thënë se është një goditje ndaj shtetit. Kjo do bjerë në gjykatën kushtetuese, sepse ato i kanë bërë ligjet aq bukur sa i dim përgjigjet e krejt pyetjeve, dhe nëse ne kërkojmë që neve shqiptarëve të kemi atë grafën e kombësisë në dokumente, ato mendoj se ne po ja marrim shtetin. Ndërsa të çështja e kosovarëve, ne kemi mundësi të shohim dokumente. Para viteve, mos them vite para lufte, kosovarët nuk kanë qenë kosovarë me dokumente, por kanë qenë shqiptar. Tash identiteti shtetëror të obligon llojin e pasaportës. Nëse Kosova ka përqafuar modelin e pasaportës franceze, ato nuk e njohin kopsin. Nëse do kishim një model të pasaportave tjera si që janë të Zvicrës, ato le që ta njohin kopsin, po ta njohin e banorit, thot citizenship, dhe ka grafën e banorit, është banori shqiptari i kantonit të Cirit bie fjala. Të respektojnë deri në tek çështja e banorit. Ndërsa tek ne është problematike. Çështja e kombësisë është hequr, ka ekzistojnë deftesa, ku është shkruajt kombësia shqiptar. Para se të ndaj Maqedonia si republik, si ka qenë e shkruar në pasaporta aty? Kombësia si ishte? Shqiptar. Ekzistojnë dokumente, mandej ndoshta ka vitin 1998, deftesa e fundit që është dhënë, është e potencuar kjo grafa e kombësisë shqiptar. Ndërsa është heq në moment kur kalum në modelin e pasaportave biometrike, dhe në atë kohë ndoshta është pak edhe pa fuqi politike e disa partive të cilat kanë qenë në atë kohë në koalicion, të veprojnë që të mos fshihet grafa e kombësisë. Po dhe kjo një gjë, zoti Guri, në një kohë që këtu në Shqipëri
mund të deklarohesh edhe alien, edhe amerikan dhe kinezet gjitha, atyre ju ndalohet që të deklarohen ajo që janë, pra që janë shqiptar. Dhe me keqja është sepse ata që kanë deklaruar shqiptar para se kjo Maqedonia të ndajë si republikë më vete, që kanë deklaruar shqiptar, e kishin të drejtë, të deklaroheshin ata që ishin, kurse më vonë ju iqet në mënyrë të dhunshme, arbitrare, të njashme, kjo e drejtë. Që unë mendoj që këtu do të protestoj edhe shteti Shqipërisë dhe shteti Kosovës, edhe forcat politike shqiptare aty në Maqedoni. Si mendon zoti Guri? Profesor, më lejo të bëj një përmbledhje. Absolutisht. Deri në 1945-ën, shqiptarët e Maqedonisë, apo edhe vetë Maqedonia quhet Mbretëria e Bashkuar. Shqiptare. Mbretënia e Bashkuar. Po, kohën e luftës së botërore, po. Po, edhe deri 45-46, dhe dëftesa e një nxënësi, të shkollës 4 vjeçare, apo dhe 7 vjeçare, delte me këtë etiketim, Mbretëria e Bashkuar Shqiptare. Pra, deri 45-ën, duke menduar që edhe historia, edhe mesjeta, nuk ka qenë kurrë ndarë. Maqedonia me Shqipërinë, me Ilirin, me Arbënin. Për shembull, në mesjet, trojet e kastriotëve ishin deri në Maqedoni. Trojet e gropave o të principatave shqiptare ishin njerëz. Po edhe Aleksandri i Madh, ata duhet ta kuptojnë këtë gjë. Që Aleksandri i Madh nuk vjen nga bëmat që bëri. Alexander the Great. Aleksandri i Madh vjen Aleksandri i të madh, i të madhes. Matheo. Edhe nga fjala Aleksandri i Matit, i Mateos, i të madhit, Maqedoni, erdhi Aleksandri i Madh, Great apo Megalo. Po Aleksandri që është vërtetuar ka të Ciprish, që fliste shqip, komandonte shqip, nuk ka lidhje as me atë shteti që ata e ka bërë. Në periodet e zoti Guri. Po nërë, po babai nga Prespa i Lirë, nga Linkesët. I babai gjyshi Perdiga. Pra, ndoshta profesori dashur, unë e pash dhe në atë për e të parë që organizua Panair, imagjino. Për e të parë Panair libri shqip. Po shqyr, një hap. Falenderojmë zotin Fatmir Toqin me zonjën Iren. I falenderojmë që ashtu apo jo, zoti profesor i nderuar. Pra, do të marrim ne vetashi, duhet të ngrejmë ato lloj ideologjie për pushtu të tjerë, po ideologji për sqaruar marrëdhënien. Për të mbrojtur identitetin, një të drejtë mërbur. Të tjerët po na krijojnë identitete të rreme. Ja këtë jeton zoti Bale, neve këtu e kemi me vendim që dikush, pavarësisht djali i Muhamedit, i Mehmetit, gjyshi Mystahak, Zenel, a i mundtoj që jam grek. Shqiko qatë tolerancë. Juve atje, a i nuk i njef të drejtën e komësis, si që njef Zvicra, vazhdojmë, Kanadaja, Bruxelli, bje fjalla, ose mirtash, Belgjika. Nësa këtu të neve një liberalizim që ti ndjehu si dush. Teoria e një sociologu të famshëm që thotë që njeriu është ai që kom, ai që ndje. Nësa ke juve, ti je kom, me gjuhë, me formim, me histori dhimbje, se të kesh një histori të zakonshme, adhe dhe. Po histori dhimbje. Unë jam i bindur që aty ke figura e Skënderbeut, kesh edhe një hero Maqedonas. Po Maqedonia dhe Shkupi u formua nga Hasan Prishtina, u qirua nga Hasan Prishtina. Ti s'ke një, a mund ta kesh që mutute, dakor, por nuk e në libra historie. Që të flitet që Gjel Kastrioti, Hasan Prishtina, Isa Buletini, që të njifen, erojnë edhe njerëzit e mlejnë. Kur thuat Shqipërisë, do të thotë Marzi, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri. Kjo është shqiptaria. Kështu që për mua lufta politike, ideologjike, edukative, arsimore, do tjetë, ndoshta kjo edukative do tjetë number one, numër 1 në përpjekjet tuaja. Po më thojë, vazhdo. Pa tjetër profesor. Po profesor, vazhdoni vetë. Mund të vazhdoni me ide tuaja. Realisht Sazani ka një njohuri të jashtëzakonshme për pjesën e historisë dhe ato që i tha janë krejt vërteta, për shembull për nuk ka nevojë të kërkojmë dëshmi tjera, mjafton të lexojmë ashtu si duhet lexohet historia. Nuk jemi nga ata që kemi shkruajtur historinë si pozicion i fituesit, si thot Danilo Kishi.
e kemi shkruar historinë me dhimbje, me gjak, me luftra, Bravo. me gjurmë, dhe nuk jemi nga ata që kemi shkruar nga pozicioni i fituesit. Ne përherë kemi qenë mbrojtës të vendeve tona. Nuk kemi sulmuar, vetëm thjesht jemi mbrojtur. Dhe shqiptarët në Maqedoni kanë atë histori të mbrojtësit. Ne nuk kemi sulmuar askënd. Për ato drejtat të cilat ne kemi dashur t'i marrim me forma demokratike nuk janë realizuar, ndodhi konflikti i vitit 2001, që pas konfliktit sigurisht që ndryshoi statusi shqiptarëve të Maqedonisë. Janë universitetet që u krijuan, janë institucionet, janë shkollat, janë buxhetet. Kemi pas kryeministër shqiptar dhe ajo kohë nuk vjen asnjëherë. Të kemi në Maqedoni një kryeministër shqiptar, të kemi një ministër të financave shqiptar, që do ndaj buxhetin siç do e ndante një ministër maqedon, që ai nuk e bën për ne. Kemi pas ministër të shëndetësisë shqiptarët, pacientët nuk janë krejt shqiptarë që po shkojnë të vizitojnë spitalet, janë dhe Maqedon, janë dhe vledh, janë dhe turq. Kemi pat një qasje gjithë përfshirëse. Dhe ato kohë kanë qenë tarta dhe kanë qenë modele të funksionimit të shtetit. Ne tash kemi një pushtet i cili ka marrë afër vetës një parti pa legjitimitet. Pse votojmë atëre? Është një zhgënjim shumë i madh i votuesve të partisë së BDI që sot thot ne si fitues nuk po him qeveri. Duhen ndrohen disa ligje. Fituesi jo rastësisht quhet fitues, ka mund mëre i ka votat. Jepja të drejtën të participojë në pushtet.